Faleminderit shumë, bravo, komplimente për këngën. Faleminderit. Vjota, unë e di që si artiste, si të gjithë të tjerët, udhëtime të shpeshta, të gjata, të bukra, të këndshme, po me strese, me sfida, pa sfida. A mund është me veçu njërin nga momentet, ndoshta që ja vlen për ta nda bashkë me publikun, pak për të qesh, por... Po e tregoj, sepse karjera gjatë gjithmonë, gjdo eveniment që marrin pjesë normal që në ndodhen gjërat pa pritura. Sigurisht. Që ndoshta aty për aty i menagjojmë, dimi menagju, po prapë se prapë përvoja bandë vetën. Rastin e fundit, dua ta ndaj bashkë me publikun, që ishim për nder të ditës së flamurit 28 nëntorit. Isha bashkë me kolegën time Violetën Kajtazin, po, dhe ishit ku, në? Në Suedi, po. Edhe para se me dalë, me këndun, ne vendosëm që dilnim të dyat së bashku, pasi ishte festa e flamurit, të fillojmë programin me këngën e flamurit. Sigurisht. Të dyat bashkë, do me thonë një strof ose një resht. Një varg ti, po. Resht, ajo një resht tonë. Edhe filloje para këngën e flamurit, mirë po, në start ajo e gaboj. E gaboj, e ngatroj tekstin. Qka pa? Kështu mu as mu kujtoj ke fillimi, as vazhdimi ati refreni. Qka, jam nisi 68? Po. Edhe? E huqi dikon. E huqi dikon. Ma ndë unë fillova prap fillimin. Dole prap të reshti i par i këngës? Dola të reshti i par, po me rëndësi që nuk u diktu prej publikot. Sigurisht? Unë fillova reshtin e dytë, po tash po provan reshtin e tretë. Me vazhdu Violeta? Ska mujtë, sigurisht e u pak të kesh? U pak të kesh. Vazhdova unë e tretin, ma ndej menzit diqysh filloj edhe e mbarum këngën. Po, këto janë qaq momentet. Po, e di se keni qesh një 2 ditë, pastaj se i kam taku rrugës unë dhe tha, ala jemi të qesh me atë punën me atë storjen e 28 nëntorit. E kuptova Vjoca një gjë shumë interesante që nuk e ke thonë as edhe një herë në për media. Pak para se me fillu gjirimin e Odeonit. Apo na e përshkru një moment shumë të rëndësishëm të jetës tane, kur ke qenë në një koncert në Kosovë para sa vitesh, dhe pas orës 12 të natës, pas përfundimit koncertit, a qka ke qysh ke punë, hajde se në tena e të regon më mirë. Kjo ka ndodhë para shumë viteve, do në unë isha 7 zanë në djallin, dhe kishim një turne në për Kosovë, një turne me shumë kolegë të mi, dhe koncerti fundit ishte në Pej. Tash unë isha pak para lindjes, shtu që mbarove koncertin? E kryva koncertin, unë e di që kom kry koncertin dhe me njerë mas koncertit drejt e pesfitali lindje se kom lind djallin. Dhe Vjoca lindje si me djallin. E sa sfida për karjera? Normal. Anqa Sade, mos e ke nga bu. A e për Naimi? Edhe tja? Sa ka li për naj kusht tjetëra? Valaj krejt qaj që u qunë kom po mbesi kush Naimi, po Naimi vesh sa s'kam ri. Apo, am kalëzër këtë vjen? Po, qysh po danë, dhe ta cimë Kërk në hi të grapë, më fali farë zërë. Pas fali, Ja, farë. Jo, ma bajtë. Ja, se këtë vjen Naimi jo bajtë. Ani, oke, hajde, s'ka problem, ma, gjasa një s'ka problem. Po vazhdojmë me juve enderuara shkodrane. Aja po një këngës heq, se me sa e di unë nuk ka shkodran, që nuk ja thot këngës dhe atë fort bukur bile. Toni të fillojnë tani? Kishte me qenë fix fare. Tani si me një lule borë? Hajde? Tu ishe ti tunë male kodër, tu i prek lule qitë me dorë, veç një këmat bukrin shkodër, ty të gjeta lule borë. Ti e unë dorje plot, ty të kërkoj unë kar sa mot unë ty të kërkoj, zemre ty jetën të qoj, eja lule borë.
që po ju pëlqen të juve dhe po e këndojshit rrugës, zonja Albana? Ne kemi kënduar shumë fakt gjatë rrugës. Po normal, se nja 3 ore gjysmë rrugë, sigurisht të keni këndu. Po pa tjetër, ndonjëherë në fakt e përdorin të kënduarën edhe para se ty në emision. Hej stresin e i farë mënyre. Dikush Po, ishte është një lloj terapie kjo. Po pa tjetër. Është e vërtet. Më falë, dikush ishte? O vjen behari amani qeli molla, o vjen behari amani qeli molla, o ku të kam mori beholla, o ku të kam mori belholla, o shqyqër dush, o qër kam koj shie, kur të më rëzite më vije rije. Anila, na përshkruaj pak këto kohë të fundit, më shumë po jetoni në Tiranë, në Shqipëri, apo e keni relacionin edhe në Toronto të Kanadas? Fakt ne shkojmë me vim, më së shumti shkojmë me vim, po tani për tani po jetojmë në Tiranë, në Shqipëri. Edhe ju jeni bashkëshorte, jeni nën? Jam nën e 2 vajzave. 2 vajzave me Po, gjatë? faleminderit. Mas më thuaj edhe ti që e ke vajzën mbi 20 apo 21 vjeçare, se po dukeni vetë ashtu. Faleminderit. Kjo mbase nga që merrem me art. Gocat tona, vajzat tona janë moshatare me gocën e Albanës, janë në të njëjtën shkollë, universitet, studion për juridik. Keni vajzat janë edhe moshatare, shoqe. po. Janë dhe vajzat dhe mamat, shoqe. Sa bukur, shumë e bukur kjo. Tani, ndëruar, mendoni që punën që e bëni si interior dizajnere, edhe përfitohet nga ky profesion, apo e bëni më tepër se e adhuroni, e dëshironi? Në fakt, unë nuk mund të punoj në qoftë se nuk e adhuroj, në qoftë se nuk e dashuroj atë punë. Është një punë e vështirë, do shumë sakrifice, si gjithë punët e tjera. Përsa i përket fitimit deri diku, sepse akoma nuk jemi mësuar neve që të punojmë me një interior, ndonë se ka shumë vlera, ne jemi ato që cilët përcaktojmë hapësirat, design e inside të brëndshëm pra. Ka filluar tani pak, ka një frymë të re përsa i përket design. Si frymë e re, dishta me thonë që edhe është në modë, është shumë kjo puna e arredimit të shtëpive, dhe ka edhe konkurencë? Është konkurenca e fort, apo është për të numruar në gishta, si me thonë? Shiko, interior designer në Shqipëri ka shumë pak. Ka pak. Konkurenca është mes interior design dhe arkitektëve. Fatkeqësisht arkitektët, po, është shumë bukur. Arkitektët bëjnë dhe punën tonë që nuk duhet normalisht. Kjo është problem pak, po kanë filluar të kuptojnë që ne jemi adapt për interior dhe arkitekti është për arkitekturë. Pra janë të ndara gjërat, janë 2 fushat të ndryshme, që kjo që ne bëjmë, ushtrojmë, është adapte për interior dhe prandaj kemi studiuar. Sigurisht. Kështu kanë filluar të njohin si ushtrim pune, kanë filluar të njohin, e duan, e vlerësojnë. Nuk është se kemi shumë konkurencë me interior, se ka shumë pak, si shtash, dhe pjesa më e madhe kanë studiuar jashtë që kanë ardhur. Paktën kontaktet që unë kam padur, të gjithë interior kam kontaktuar. Keni ndonjë kompani që është e juaja, apo jeni mbledh disa profesionistë kësaj fushë? Në fakt, tani për tani jemi disa interior të cilët po bashkëpunojmë, akoma jo nuk jemi ndarë. Kjo në të ardhmen është një projekt që do të kemi së shpejti. Sigurisht. Unë tani kam ndirin për knaqësinë që në nduar tërkitit e juaja zonja dhe zotëri, ti koj... Në pëllukat!